Mazhoranca dhe opozita kanë arritur dakordsinë sa i përket përbërjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Ai do të drejtohet nga 2 bashkëkryetar dhe me numër të barabartë antarësh, në mënyrë që diskutimet për ndryshimet në ligjin elektoral të jenë gjithëpërfshirës. E rekomanduar kjo dhe nga OSBE-ODIR, vend në komision do të ketë dhe për partitë e vogla. Projekt vendimi sqaron se vendimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të miratohen me shumicën e votave të antarëve dhe konsensusin e bashkëkryetarëve. Pjesë e tryezës së diskutimeve do të jenë plot 16 antar, nga të cilët 7 do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 grupit parlamentar të Partisë Demokratike. 2 antar do të jenë nga partitë, të cilët në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Socialdemokrate dhe Partia Mundësia. Megjithatë, ndonse pa të drejtë vote, Lëvizja Bashk dhe Shqipëria Bëhet do të mund të marrin pjesë në komision dhe do të mund të japin propozimet e tyre. Ndryshe do të jetë përbërja në komisionin e posaçëm të reformës territoriale, përbërja e së cilit do të jetë me 16 antar, por me ndarje ndryshe. Partia Socialiste do të përbëhet nga 8 deputet dhe 6 përfaqësues do të ketë Partia Demokratike. Ndryshe nga zgjedhorja, një përfaqësues do të jetë i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Dhe drejtimi do të jetë ndryshe, ku kryetari i komisionit është përfaqësuesi i shumicës parlamentare dhe zëvendës kryetari është përfaqësuesi i pakicës parlamentare. Projekt vendimet pritet të miratohen javën e ardhshme, ndërsa diskutimet pritet të zgjasin 9 muaj.